me rezultatet me kundërshtar tjerë, atëherë vendimtare do të jenë lojtë nërmjet vete. Për arsye se Prishtinën e re këtu e sollën lojtë ndërmjet vete. E mposhti Ferizajnë, e mposhti Drenicën. Zakonisht në zhargonin e trenerllakut gjithmonë thojmë që momentin kur e mposh kundërshtarin direkt i bjen që ke fituar 6 pikë. Nuk e ke lanë me lëvizë ato në njëjtën kohë ke fituar 3 pikë. Dhe kjo është arsye, sepse po ta shenim këtë tabel para 4 xhirove, ne do të thonim që Prishtina e re me një kamësh në ligën e parë, sepse ka qenë pak më poshtë. Por fitoi 15 pika ke. 7 pika e voni 3 lojtë e fundit. Nuk humbi prej llapit, fitoi Ferizajnë, fitoi Drenicën. E njëjta për fat keq, e njëjta story është e Prishtina e re, është për të ardhur keq, ne kemi shumë i organizuar. Kemi shumë individa brenda që tregojnë kushtet fantastike që i kanë, financiarisht janë për mrekulli, ekip që mas çdo stërvitje konsumon drekën, që është një ndër ekipet e vetme që e bën ato. Kanë gjitha nevojat e plotësuara sa i përket vitamina, proteina, gjana ndryshme, që normal janë shumë të rëndësishme për futbollista, por kjo bjen krejt në ujë kur këta duhet që shta zëvendës presidenti Drenicës, sot jenë Malishev, nesër jenë Drenicë, mas nesër jenë Suarek, jenë Drenas. Ajo është e lodhshme për futbollista me prit orën e mramjes për më tregu ku kime stërvit dhe sa ora kime stërvit, plus ato që e tha, ndoshta i kemi po shumë ekipe që kanë vendos orarin e stërvitjes në ora 1:30 që me qenë ma afër iftarit. Këtyne mujnë mjë thonë prej orës 9:30 deri në 9:30 është fusha e lirë dhe këta nuk kanë çka me bot, duhet me shku edhe me stërvit në atë kohë. Kështu që gjithë shka po fol kundër, kisha me thonë Drenicës edhe Prishtinës të re për momentin, plus të e ditë historikisht që ekipet që kanë lujt jashtë qytetit tyne gjithmonë kanë qenë ma të favorizume për me ra prej ligës. Po, janë afër sepse shohim me një fitore eventuale Drenica sot, kishtë me dalë edhe jashtë zonës të rrezikut. Kështu që janë afër, unë mendoj që lojtë ndërmjetëve do t'janë ato